Ish shefi i IT së Policisë së Shtetit Ervin Muça merret i pandehur për ndërhyrje në sistemin Teams. Ka qenë prokuroria e kryeqytetit që regjistroi procedimin penal në shtator të 2 viteve më parë, ndërsa Muça u hetua me mas arresti në shtëpi. Organi akuzës thotë se ka provuar me fakte që Ervin Muça ka kopjuar të dhëna brenda sistemit Teams. Vërtetohet qartësisht lidhja midis pajisjes hard disk të sekuestruar me kompjuterin e identifikuar të lidhur me serverat, lidhje e realizuar për të mundësuar kryerjen e një procesi backup manual, duke eksportuar të dhëna në hard disk. Proces i cili nuk kapse të kryet, pasi vetë sistemi automatikisht bën 2 backupe, por më tepër në pajisjen hard disk të sekuestruar evidentohen gjurmë të procesit të backupit. Sa më sipër, hyrja e pa autorizuar kompjuterike është realizuar. Pas hapjes së portave USB, procesi i backup ka filluar, vijuar, por nuk është përfunduar plotësisht. Më 2 gusht 2023, në bazën e të dhënave të Policisë së Shtetit, e cila ndodhet në godinën e Drejtorisë së Teknologjisë dhe Informacionit, ka pasur hyrje dhe eksportim të dhënave të pa autorizuara nga drejtori i këtij institucioni Ervin Muça. Deklarohemi pafajshëm. Veprimet janë kryer në orët e vona të natës, ku persona të pa autorizuar janë futur në godinë me pinin personal të një punonjësi tjetër jo prezent, duke ngritur dyshime të arsyeshme për veprime jo korrekte dhe në kundërshtim me ligjin. Për këto arsye, paralelisht është regjistruar një tjetër procedim penal për shpërdorim detyre për të hetuar dhe rolin e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë vepër penale. Ndërkohë, deri më tani prokuroria nuk jep asnjë të dhënë mbi motivet që e shtyn Ervin Muçën të merrte të dhënat dhe kujt i shërbyen ato.